Po cigaret, kush I ka cigaret? Aro. Dhe hapi Arjanin një cigare. Arjano, keni cigare aty ti? Tu no smoke, jo, shumë mirë. Edhe unë përpiqem ta lë. Enda që do ishte këngëtare dhe mendova se ishte mirë për të. Po jo çak më. Shohim lau. Dara ti s'vin cigare, Shika qa ka me. Huh? Oh, thjesht. I can't wait to go to this jazz evening at the radio. It's so nice. I want to go. Yeah. Hey, let's just get drunk and go. Mozzarella. Na, që më të për sot, nuk e di si funksionon këto. Sot teknologjia ecën kaq shpejt sa vetëm këto I kapin. Brezi tjetër është se ti Jo, gjithmonë. Problemi im është I thjeshtë, unë kam gjetur në formë adaptimi të jashtëzakonshme me formë të adaptimit të jashtëzakonshme me të gjithë stafet ku kam punuar. Se kam problem hiç. Ti u bëri I vjetër tani ata si ja ke? 22 vjet. Ti edhe vet ka ajo që mund të quhet old school. Po pra. Pavarësisht e ri akoma. Më vjen me repeti se po vaki me lëshu veten, po të mori për poshtë nuk ne më kokë. E të mërshme është një gjithë. Ti qesh se më. Vetëm qesh. Si e? E nxora. Po ku e keni gjetë të personazhin? Simpatike kjo. Laura? Kjo tjetra. Zhujeta është shumë interesante, është shoqja e jote psikologe. Ne ka një hostel. Menaxhon një hostel, hostelet janë këta, ke parasysh backpackers që vinë ta të huajt për qëndrime për qëndrime sociale, të lira dhe interesante. Merë këta të dy. Po përgjithsisht apo vinë në Shqipëri, se kanë qenë se është vendi pa eksploruar për ta dhe ka pak infrastrukturë në ca vende për ata I pëlqejnë. Eksakt, për këta tipa që duan kështu kontaktin me njerëzit, duan të shohin gjëra interesante, një çik kështu si skiç në kohë. Po jo, po edhe personalisht ndjen më mirë se sa të shkosh në një strukturë hoteliere, e cila s'ka kamarier, e cila s'ka menaxher, e cila s'ka shërbim. Pastaj kur vjen fundi I pagesës tarifave, ty të djeg ajo. Po jo, shi, përveç asaj, e disa interesante. Kurse ti merr ushqimin e freskët e katonare dhe bëu vetë, ajë. Eksakt pra. Kjo është e gjitha ajo që I bën më interesante hostelet, fryma që krijohet, aty gjithë është një frymë kolektive. Kuzhina e përbashkët. E lezetshme bukur. Sa herë shkoj unë ke këta, që shkam? Po, çfarë? Qenë tjetër që më praktikohet. Ishem qik lartë. Ta marrim qenin lart, a bëjnë rrumuj, merrem ai. A I qanë. Ku e ke lënë poshtë? është qenë rrugë. Jo, mos na fut rrugaç tash ti, na çmen, rrugaç. Ti rrugaçe dhe ti rrugaçe. Mirë, s'te? Çfarë bën? Po ti ku e ke qenë? Mirë që s'ka marrë dhe zhujeta qenë. Se mora, mirë bëre që se mora se Vikin se duron dot. Nuk shkojt mirë, e? Jo, më dhe Viki gjithë port. Ju, mamat e qenëve mirë shkoni me njëra tjetrën. Çudisi se keni, si keni edukuar mirë, nëse. Jo, po. Vinjë Bokopa e pa. Ka ikë poshtë ndërmi tani. Fillon të që aty po bëj prap një katastrofë. Por e qa po bëj olla, I kam prish gjitha këto më thanë? Po isha unë për dje shkolla, e futa e inaugurove me 30 prill.
Kishin qenë veç miqtë e mi, thashë unë u la, u la, unë dole nga deti, thua, sa bukur. Isha të titit e ti Caraili, nga krau tjetër. Ishte LSI. Këtë fundjavë pra këtë Caraili. Ja, si isha në fundjavë, unë shkova t'dielën. Okej, se ka qenë fund, s'kishte dhona. Shkova të dielën. Deri të martën. Jo, të dielën fjeta në Vlorë, të hënën isha të titit, isha qetësi fare. Ishin ca miqtë e mi që ishin So këtë you can add more Ton than one Haxhi me person. Gita Linefti me Musa, Një shnosh? Ibrahimi me... Erti. Ai shnoshti me shkon gjatë, Erti e shoku jam, po. Me i dalmati qenë. Eksakt, me një bjond do çokin e vet. Bashkë me ta ishin edhe ca njerëz tjerë. Po ishte një qift me fëmijë të vegjël. Bravo, këta miqtë e mi. Nuk i njoh. Kaq kokra ishin aty. Po ai shef, tash ti është kënaqësia aty, por deri në fund qershorit është mund ta shijosh, pastaj fillon të shtrut. Ç'kemi? Si je? Si kalove? Mirë, hajde që nga mikrofon. Ja na erdhi e fisniku, tash ti e fillon. Mirë. Laura, Julieta, Ulu. Hajde këti. Ja, po ti heqë çanta Julieta. Që ta bëjmë kështu i çuni gocë. I çuni gocë, eksakt, do futesh në mes? Në mes pra. Apo Petro, le Petrin në mes. Pra me se gjithë jetë. Hajde Petro, hajde ti ka lezetë në burë, po. Je ullë si për çantës Julietës të ngordi. Të ngordi se ja. Alketi. Në Alket. Po vjen pas. Makina, leva ku t'mundesh. Në parkon balkon. A ke parkim poshtë? Yeah, that would be nice. Jo, la, ku jetu e parkuti, se s'po shko. Ty të pare. Merrem me shqiptarë, Vetëm shkosh. Po mirë. Mirë shkon, e? Mirë shkon, kam përshtypjen. Bravo. Kishin qenë shumë njerëz kishin qenë të fundit. 100 kisha unë. Jo, 100 ca kisha unë, edhe 50. Edhe unë desha të vija me shumë qef. Unë para se tirës. Sa qef ngrash, po pra. Ishte shumë e bukur. Ato ishte vap, po ishte shumë tabletë. Edhe Alketi. Interesante shumë. Si ka shumë mirë? Mirë, po shko shumë mirë, shumë. Në shkura, ka që janë marrë, këtë më vonë. Unë të medreseja. Në cilin kërën? Nga ka u djallë. Se ati ku shkolla. Shumë me me, se ti kalon. Pa kalon që ka të të Verbërve dhe këta klinikën ortodokse, dhe pastaj është posteli. Shumë mirë. Edhe në Urgës Ti vonë. me Laura, një feshës? Jo. Tani. Gjenë në një, bolin e Laura, s'kenë fati Po në të një. duam ne, se kemi lënë shumë hapësirë. Duhet të Mati kam shumë. Ne kemi lënë 38. Jo, po merrem me me siguri. I lirë me atë ish, me thamë Po, shumë. po. qendrën kulturore. Vjerin tim. Tu foto që kanë qitë Rokudi. Rokudi është e vërtet me arditën në Që krye. i lanë të fushë, me një syze me xham, me një pa xham. Që ka Po lezesh me është, e? Gjergji, Dori, Erti. O, shikë që i petë në dërmi. I quqë, si e ka kjo? Shpejt që kjo është të gjatë. E në në qinë që se ke ma... O, në erdi këmë që jam bërë. Se do të marrësh pasaportë shqiptare? Ja. Qa fle, ajde mi kom që, ajde me vere, po ti e gocë për smarin e qa fle, Përse herë? Jo, këtë, ta marrë unë këtë ishtë hapi me të e ke pastaj. Kozi është komshia e katit poshtë, gjithashtu dhe eftuar son të këtë. Këtë ullë është, këtë dosh, ullu atje. Po që bëjmë shumë? Dhe, që ka fillu, dhe pim pastaj. Po si është puna, ju që jeni më afër, vini më vonë, Kozi e ka shpinë këtë dera në gjitur. është vetëm shtëpia poshtë. Nëse unë bëj zhurmë këtu, ajo mund të arkojë. Edhe vetëm shkallët kishte për të hypur edhe erdhi gjeti momentin që fa. Njef Kozin është goca që ka Global Travel, është kohë. Nëse ti merë të huajt i sjellë në Shqipëri, kjo i merë shqiptarët e qonë jashtë. Në një farë mënyrë të dy kooperoni për integrimin e shqiptarëve në Europë. Duke sjellë europianët në Shqipëri dhe duke çuar shqiptarët jashtë. Se shkalla e pare e vajtjes në Europë është ndryshimi i mentalitetit. Në change management, në seminarin që kanë bëjë aty, është para se njerëzve t'u japësh mundësitë e ndryshimit, before you give them the tool, you should change their mentality. Jam okay? E shumë mirë.
Shumë mirë. E burar të goqe? Në më lërë. Kemi belin poshë. Shifën? Një ide tjetër shumë e mirë është që jo vetëm asaj për ndryshu mentalitetin të ti, e para duhet njohin vendin e tyre. Unë se njoh fare, për shembull. Kesh probleme madhe. Po të njohësh vendin tat, pastaj ti vlerëson akoma më shumë atë që shef jashtë. Absolutisht. Vlerëson vendin tat një herë, që është shumë e rëndësishme. Po ka rëndësi, por për mentalitetin ndonjëherë është mirë për të shikuar vendet të tjerë. Po, s'duhet jetë për një hapi Nuk dytë është që pjesa bëhet vetëm e mentalitetit, por edhe ajo që për të vlerësuar vendin tat. Nuk është e lodja jo, mos e prek, dim këtej. Mori vjen. Po pse se kështë qua Ku je olla, ku je, ne do të Kevin nga Tyler. Nuk thanë, Ti e bërë prezantimi për më bëhu. Ua, s'ka mikrofon. pse zvoglohet do ti? 2, 4, 6. Oke, cije. Ta se do na vishëm me parashut, por ore. Marove, Pse e qaje nëjë së kartë tjede? Ti duhet të ardhur me parashutë. O Petro, kur vjen Krishto, mos e Po, pse nuk erdhë me parashut? Për zbritën me Le, mos e merr. O zhyje, hajde Me këtu. paraglajt. Jo, më jo se... Hajde. Le, ta filloni tamam, prit ta bëni. Jo, të fillum jam. Hajde këtu që t'lasim me mikrofon ne. Nxjerr nga ky krau këtej. Po ja ti kujtë. Po dhe hap alketit se s'kam. O Gento. Pse nuk Po durome një sekund? E mos ka. Po pse të së nxiton asë i gjo? Po mirë, hajde alketu mes nesh. Do ta mbajmë. Po, ke dhoma ndej djathtë. Po ja për mes nesh. Me qëfar? Okay. Kjo është Inter, më dha. Është Rosso Blu. Futbol. Mora vesh, po. Milan? Po. Sepse kam gjurë Milana? Jo, ke shallën e kush, po bluzën e ket Interit. Mes këtyre dyre. Ja nxjerrë që kështu ka. Jo, mirë është. Baj flokë këtej. I gjej këtë çantën se na çmena. Qës kjo? Alketi. E ka kur është në parashute, vetëm këtë zile të gjanë. Shisa mirë është, ja futi gjunit e. S'qeni një mirë botës. Po Alket, ti do hysh mes sa ti mikrofoni që të kesh... Jo, është problemi që kanë një mikrofon mangut, kemi kërku asistencë nga... Një mikrofon nuk na bëri numra dhe nuk e shtruam do. A dëgjohet Alketi e? Bëj një provje, afrohemi që së të qenë gjë. Që nuk të shëtë Belina. Folë këta. 1, 2, 3. Folë një gjokë se ati. Më mirë këtej të mune ke, ky këtej sigur duhet më afët e. Qa, është qeni laudës. Ta bëjmë nesër? Dikush makina. Ata kemi historinë apo s'ja? Thuar më dhe thuar, s'ka problem farë. Jo, makina është me karotres në durë, se s'fut për regulohet. Shumë torturove. Po që pa? Grije pak zërin. Mitsubishi. Në City, mora atë përse makina menaxheri. 1, 2, 3, 5. Ashtu të kujtoj tërkoj. Dalë dhe kështu. 6 muaj që më thoshe i ndro kokat e paralelit. Edhe era parë që në jetën time që kam pa makinën që shpëtova ku ka vaj, mua aty ke ato dy kështu. Që po bëhet aty ngeli makina ku po ikja. Tani? Kur ika mëngjes, e morëm me karotres çova në Durrës, ika marrën punë dhe erdhën. Ose plani ishte Olera që ky do vinte me nga ajri, do na bënte xhiro, ne do Na bëjmë nesër mos e këto gjithë që t'ju vjen nga afër fare. Do na vinte këtu ne. Do na bëj edhe xhiro nesër. S'ka problem, apo? Atë vetëm vini trini jashtë, po me këto veshje që jemi sot. Mund ta shtosh nesër. Ka qenë holandeze. Duhet jetë rrugës se s'ligjon. Dhe më e mira. Ai është arsye që jam këtu në fakt. Bravo. Kjo po jo e para, se kjo është e para? Po ka të rreshur këmbë në zvarr se na i morën gjithë shokët holandeskat na. U lyve më portokalli bardhje. Ha? Ha? U lyve më portokalli bardhje. Kur e kishit festën? Po. Festa mbretëresh. Happy birthday to the queen. Goca s'ka goca. Ja fletë Edhe la. mua më mbaroj asë në këtë. Jo pa drejtësi, po është diskriminim. Diskriminim, erdhi dhe me shishe dhe kohë që shket me aftë pida. Ta kishe mbajtur shishen? Të tut gjithmonë kështu për dorën, të trajtohen. Ua, shi, na falmi, na për ti e si e shpis ma. Po jo, më po, shërbej unë. Jo, ja, keni goca te. Me edhe këto të lutem kushe. Si që të të tërë, më të jenë shumë. O Laura, do vish t'ulesh ti kështu se kam
dy burrat që më ngushtojnë shumë këta meshkuj. Të shkoj një qik aty në cepët. Shtudi qik të driq. O më la unë afrojmë që të gjohet mikrofonin. Mirë, po ja. Isha keq me u afru, të ashti. Së shderëzitare. Po është dhe me sigurisht isha keq. Kombinim perfekt. Noi do të kemi Gëzuar. Me gotën. Gëzuar. Tamam. Me që se erdi nga Flora në syre. Laura, se unë e di që ke prej vitesh që rrinë në Shqipëri, po nuk e di arsyet që të thollën këtu. Kështu që të na i bësh në një Unë tash tani, Alketi ishte arsye, në fakt. Alketi ishte arsye? Po. Seriozisht? Unë kam një shoqe, Celes, dhe ajo ka shkuar këtu në Shqipëri me shkollën e saj, në universitetin e saj e Hollandës, të Hollandës. Okej. Dhe ajo ka takuar diku që ka takuar diku që bën të kurs paraglide, edhe ishte Alketi. Kam fotografitë. Edhe para 9 vjet më duket ajo më pyeti Laura do vish në Shqipëri për të bërë një kurs paraglide. Thash mirë, hajde, edhe akoma jam këtu. Erdhën 2001, 2002. 2001-2002? Apo pak më vonë? Di, po për shumë vjet tani. 10 vjet aty. Gati 10 vjet. Erdhën në Shqipëri vetëm për kursin për të bërë hedhje me Alketin. Po. Po pastaj, Do të mbaron një herë atë kursin Alket, se të s'kemi ardhur. Se ka paguar mega se kam Se kam marruar kur. Jo, ishte era e keqe dhe pastaj e kam lënë. Ha? Jo, thashtë të thojë të tjetërën që aty ku bënin stërvitin e ishin vetëm ne dhe kisha ndërtime andej, kisha Se tu ke ardhur për herë të parë, ke ardhur në Po Shqipëri. ja këtu e kemi bërë. Edhe në Kodro, por unë së Kodrat janë parë kodrat sipër tek kodra e priftit tek qera. Usina. U ka pas Kryegjyshava ka pas bërë Të ka usina, po, usina. Aty Edhe e di Muka me ty ca kohë? Eksakt, ka qenë mbas asaj periudhe që erdhi Muka, Se Muka më ka se thënë aty u bë dhe një këngë, Muka bëri tekst. Po, na shumë qef ishte. shumë qef. Po mirë, erdhe për sa kohë? Për sa ditë për të ndejtur sa ditë? Sa ndejte 2 javë, realisht? por ndeti gjithë jetën. Po pra, ndejte 2 javë apo ndejte për fare? Jo, Apo iku. Jo, 2 javë, pastaj kam udhëtuar në Itali edhe aty kam takuar Gentin. Në pse Gentin e takove në Itali? U thash se Genti Një shqiptar takohet në është burri i Laurës, që merret me outdoorsat, kemi edhe këtë këtu. Po, që nuk erdhi dot sot se është pikërisht në krye detyrës. Dhe unë e mendoja se e kishtë njohur në Shqipëri, po çudia që nga që ja njoh në Itali. Po mirë, ti ndërkohë ndryshove opinion për shqiptarët, të duke Jo, popull interesant. shqiptarët ishin gjithmonë shumë mirë. Vetëm kur unë erdha atëherë ishte shumë vape, edhe unë ishte më zhitur, sepse ishte brenda kështu. Tani jam mësuar edhe më pëlqen. Dhe me vapë. Shisa interesante, Gentin e njohte në Itali, mbasi ike nga Shqipëria. Genti ishte Po shërëmësisht me dashuror që erë në vendin pastaj me njerëzit. Po pra kjo më bënë kurios, se kjo si duket ka marrë përshtypjet mira nga Shqipëria dhe pastaj kur ka shkuar në Itali, kur është njohur me Gentin e ka pa me një sy tjetër më me prioritet. Jo, do të them sakt. Unë isha me Alketin në Shqipëri, unë pas ka një energji në Shqipëri, njerëz që janë duke lëvizur edhe me një herë unë ishe kapur nga këtë, dhe gjithmonë nuk kam patur ëndrat për të filloj diçka për vete, një lësi për vete. Dhe isha këtu dhe më qikoja këtë mund të fillosh këtu, ose këtë. Isha me shumë energji nga vete. Pastaj të kohë Genti, edhe bashkë kemi filluar Outer Albania. Bashkë fillu atë, mbas sa kohë është ju lindi ideja për të sjellë turistë në Shqipëri pastaj? Një vit. Mbas një viti që Ideja ishte aty, por mbas një vit kemi filluar. mbas një viti kemi filluar, po. Pasioni kredi profesion. Cool. Po ju holandezët e keni lënë Hollandën, keni dalë gjithë jashtë Hollandës. Se babi jot është Se mirë, babi Laurës ka një ferm kuajsh në Afrikën e Jugut. Namibia. Oh, Namibia. Afrikën e Jugut. Jo në Afrikën e Jugut, në Namibia, se kam këtë vetë. Për sa vite është do babi jotën? Unë kam 9 vjetë, atëra i kam më shumë 15 vjetë se ti. E keni lënë Hollandën, ju ku pëlqen me Hollandën, ju pëlqen? Mamin e standej. Mami është bravo, shumë bukur. Alket, ke merita që na ke sjellë një holandeze. Si është puna e Laurës, kujtohet gjithmonë dhe retrospektivohet edhe kur
para një javë pata rastin që rastisht në Llogara kisha 2 vajza nga Vllanda që kishin ardhur për turnin dhe duhet dalë ke ishte e njëjta logjik me Laurën atë kohë, ato kishin ardhur tani dhe bëri përshtypje, u bëm miq, erdhëm fluturuar me ne, do kthehem prap. Po vetëm që than e kishin më të thjeshtë se Laura, than ne me 2 pyetje në Amsterdam erdhëm në Shqipëri. Kishin shkuar në një agjenci që thënë duam të shkojmë në një vend me diell. Nuk e di pse i kishin sugjeruar direkt Shqipërinë, kishin ardhur në Shqipëri direkt. Fatkeqësisht 2 javë prilli kishte qenë vetëm me shi dhe ditën e parë me diell në rastisën në Dërmi. Në datë 30 istan. Shkuan në theth në Valbon, i çuam të njerëzit aty ishin vetëm. Sikur t'ia thashë ishin tipu bashk. Pra, holandeze, njësoj si Laura në atë kohë, ikën me përshtypje dhe Ka që mirë Laura ishte? Laura është e para dhe gjithmonë e para është gjithmonë me... Po ti kur ke ardhur në fillim, ke ardhur si modele, moj se harrova. Na dili në për stilata, na bëm të kështu si seksi. Në bëj për një të rëshim njërë. Nuk bënte, është ishte. Erdhe në Shqipëri modele të bëm business woman të bëm. Pra të pyesim Petrin që ke pjesa e modeleve duhet pyetur Petrin. Tani jam në vjetër. Yuri ka qenë desfilatat e Mandit, e Mand Pesa ka qenë në vërtetë? Ka qenë aktive Laura në fillim, më shifja ca foto ke zyra që kishin fillim ke shtëpia, kishin zyrën në shtëpia. Por vërteta që ka filluar dhe Jo, duhet t'i referuar më saj që... Shumë e thjeshtë edhe se kupton fare. Saj që u parafol më përpare që është shumë e rëndësishme të njihet vendi përpara se sa të merret iniciativa për t'ikur për të parë diçka jashtë, se realisht Shqipëria është shumë e bukur. Edhe në 14 vjet asaj që ne kemi bërë që nuk është pak, Alketi e di se ka qenë protagonist me mua që herë. Të bëjmë llafazan, ma le të prezantoj ose. Të njoh më mirë se është njefti vetë. Njefti mua. Për pjesën e outdoorit, për pjesën e turizmit. Është i vetmi që promovoi në mënyrën më të bukur dhe në mënyrën më dinjitose gjithë pjesën monumentale të Shqipërisë nëpërmjet një projekti të ndërthurur. Një event i bukurie. Jo, do të them atje që këto gocat që marrin, që se brezi me sa po shohim, po shpërbëhet shumë keq. Gjejmë shumë pak vajza që janë të interesuara, që janë kurioze për të parë. Sigurisht kjo pjesa e internetit i ka shokuar në një farë mënyrë brezin e ri dhe nuk janë kuriozë për të lëvizur, për të bredhur. Për të parë gjëra që vërtet ja vlen të kuriozohesh për të shkuar. Bëja sa vinë për të hyrë në një event si Miss Shqipëria, din shumë mirë se çfarë formati është Miss Shqipëria. Po për vajza shqiptare. Po flas për modelet, pra, me që u lidhen te modelet. Edhe janë shumë kurioze të ikin jashtë pa e njohur realisht se ç'bëhet në Shqipëri. Kështu që në këtë kontekst them që kemi gjithë kontribuojmë nga pak për ta ridimensionuar në farë forme vendin tonë që është më i prekshëm dhe bëhet më i prekshëm për ditën më tepër nga tuajt se sa nga vetë shqiptarë. Po vajzat kur kanë udhëtuar me ty? Në gjithë Shqipërinë. Të ndryshme pastaj? Po sigurisht po. Sigurisht po. Ka filluar ndryshme. Ka mendim të ndryshëm pastaj mos i vin kur shohin kur bëjmë videoklipet kur Ka prodhohen. filluar ndryshoj pak. Thua për vajzat. Jo vetëm për vajzat, Laura pyeti për gocat. Ky është satisfati që merr Petri nga puna vet, sepse normalisht i kthehen të huajt në një mënyrë tjetër në Shqipëri. Pastaj formati Miss Globit ka shërbyer po në flas për Miss Globit. Po të kthehen në format tjetër. Mikrofoni të erdhi. Erdhi? E solli Kiço? E solli Kiço apo? Po. Bravo. Gjithsesi ka Flori e solli. filluar të ndryshoj pak kjo pjesa interesi shqiptarëve për Shqipërinë. Ja ta marr ta. Unë kam një eksperiencë 3 vjeçare. Ko shtuku ku të shkoj sikur po e përdorje ti mikrofonin, ti u afrove pa nevojë për mikrofon. Unë kam një eksperiencë 3 vjeçare, domethënë që po punoj vetëm me shqiptar, që në 2009 ka qenë jashtëzakonisht e vështirë fakt. Në fakt, ta sqarojmë një sekondë se ti fillon direkt bisedën, po ne këtu ndoshta nuk e dim gjithë, po ti merr ju jeni ke grupi alpinistëve shqiptar që shkoni bëni. Atëherë unë jam alpinist, pjesëtar antar i Federatës Shqiptare të Alpinizmit. Le të them jam nga më aktivët. Dhe përfaqësoj një klub që quhet High Albania Mountain Club. A bën pjesë dhe Boja Xhiu dhe Jo, ato janë klub tjetër. Janë ata pjesë antar të Federatës Alpinizmit. Janë 14-15 klube gjithë Shqipërinë. Por ne jemi çik më të veçantë sepse kemi bërë më të hapur edhe për njerëzit, edhe për amatorët. Nëse pjesa më e madhe e klubeve e kanë pak si të vështirë pjesëmarrjen, le të themi kanë disa kritere,
që pranojnë njerëzit në klubet e tyre. Ndërsa ne kemi të hapur për gjithë. Domethënë ne japim shanse dhe mundësi të gjithëve që të vinë me ne, të zbulojnë në të njëjtën kohë dhe Shqipërinë, por në të njëjtën kohë zbulojnë dhe aftësitë e tyre sa janë të gatshëm të merren me këtë lloj sporti ose sa mundet të përballojnë kontakt me natyrën, le të themi. E para është kjo, ne kemi filluar me gjëra siç po e përmendë dhe ju më përpara me duke njohur le të themi këto spotet më tërheqëse, më të bukura të Shqipërisë, që ti ngacmojmë dhe pastaj me gjëra pak më të le të themi më të forta, më të ngarkuara etj. Unë duhet të jem një klient, duhet të rinja 2 vjet klient dhe ke ty dhe ke Laura që të filloj të njoh çik realisht Shqipërinë. Hajde. Unë Shkodër kam qenë vetëm një herë. Tashti i rritur. Bile kam qenë kur bëte Petri Misin. 2001-shin. Ka pasur Ke qenë që Umberto Tozzi. Umberto Tozzi. Jo, ka qenë Rudina Magjistari prezantonte atë? Jo, ka qenë një vajzë që ka jetuar në Itali, në Rom. Shiu i madh i Miss. Jo, bukur ke Boke Rozafa Misin. Rudina jo. Jo, s'ka qenë aty. Mos ka qenë duke drekur rastësisht aty në Kalat. Ka qenë, po, shumë njerëz kanë qenë ftuar, po jo. Misin bravo. Misin e ka prezantuar një Po ti ky sa Jo, kam qenë, unë çfarë thash më Po unë kam qenë se unë pikërisht çova në Robin Gjitheti se ishte koreografe aty dhe shoqërova deri aty. Nëse pastaj do them diçka tjetër, po Jo, ti çfarë do më thush për miset, po unë kam më ka thënë Flori, me që e përmendëm më shparë, më ka thënë një histori për Alketin, nuk e di Laura e di. Në 94-ën, në 95-ën, me Miss Albanian, ka qenë Vera, dhe ti... 94, nuk e di, e di Petri këtë histori. E di këtë historinë me Alketin që ka rënë... Po, nga bëri turbulencë helikopteri. Turbulencë helikopteri, ishin nisur dhe ishte menduar nga regjia që të qoheshin të dy të... 94, ishte nga fluturimet e mia të para, përgjithësia ishte e madhe që mora unë përsipër, sepse duhet ulesha në mes në vajzë në plazh. Në mes të një rrethi në një kohë që Vera, domethënë ato nuk ishin të organizuar që të rinin siç i bën zakonisht. Lëviznin vajzat në plazh. Lëvizja unajër, eksperienca ime ishte 0. Sa kisha fluturimet e para. Helikopteri të filmonte sipër kokës. Frenim pak shumë sepse më ishte thënë që duhet ta bësh shumë mirë sepse nuk ka më double. Tani ideja që unë vija nga lart, gocat nga shkoja më bënin vrap ato, se nuk e dinin çfarë ishte. Po të ishin fikse, do kisha pak do isha ulur. Duke frenu unë se ato ecnin. Ato duke të hik ty do na bjen këtu do na lut. Nëse si përfundim 4 muaj në spital. Në Francë. Po, ishe me probleme në kollon, po kaluam gjitha, që nga e ka. Pastaj veçoj doli misi sepse ishin të vetmet evente që promovoi Shqipëria, promovoi turizmi, ti kishe mundësi të hikje. Në Europa erdhi Gypsy King. U bën në 95, 96 ishte Miss Europa. Ma i menu të firmat atëre nga $700. Dhe eksperienca sponsorit janë qef $700. Eksperienca më e bukur pasaj me Petrin, me Miss Albanin e 97, sepse pastaj mori termin Miss Shqipëria, po u bë Miss Shqipëria. Edhe atë e bëre Miss Shqipëria? Absolutisht Shqipëria. Kisha përshtypjen që vazhdove patentën. Jo, vazhdoi si tradit, po ndërkohë me Gerta Sakon. Me Gerta Sakon? Me Gerta do të kurora. Ka çaushin. Po. Inis Gjoni. Po që kemi ndetur në dhërmi në kohën më të tmerrshme. Po jo, ishte që në 98 ka filluar. Kemi ndetur në kohën e Ska. Po 98, fiks 98, se marsi, shkurti mars 98-s kemi qenë atje. Që nga i moment? Veteran. Pastaj ishte mirëfill promovim turizmi. Edicion e 14. Ku e bëni këtë vit me Kalat Bashtovës, kemi punë. Sa e bukur është ajo që është. Për herë të parë do realizojmë një gjë që kam pas mendjen me kohë. I kemi atresaturët. Do filmojmë live programin e sipër. 4-5 gjona, se është kala fushore dhe për ty është facilitet shumë i madh. Jo, të thash edhe me ballon bëhet aty. Është një nga kalat më të bukura, kala fushore, Ghost Kalajës. Është garnizon i hapur. Është e treta kala fushore në Europë. Ajo është shumë e bukur. E ke parë? Ka shërbyer si foto gjithmonë.
Është një E kjo nuk është kalat zakonisht janë bërë në kodër. Ke I pari. Për t'i shpëtuar pushtimin. Po pyet Alkedia, e ke albumin tim këtu. Të po jo ti tregoj kalam. Jo, Kjo është pushore. Ajo ka marrë albumin me vete për t'ia firmosur ti zotri. Ke I pari është. Kala e Bashtovës, kala fushore. Parin e kam në zyrë, do ta marr do ta shkoj. Aty e ke është kuadrat dhe Është monument skulpture apo është? dhe është simile Kanë nderuar kanë mbajtur fshatarët sepse ajo normalisht duhet të ishte shkatruar me kohë. Po Është simile fatmirësisht banorët e zonës kanë qenë shumë të kujdesshëm. Shumë autentik, nuk ka pasur të ardhur që mund t'i merrnin gurët edhe e kanë ruajtur. Ajo është shumë e bukur. Është simile dy kalave fushore që janë në derdhin e Aty për të bërë evente, më duket mu mrekulli. shumë mirë, janë bërë. Është tamam. Vetëm një ajo që bëri Arian, vetëm një. Jo e bëri Ante Pelena boni një kështu Bëra një feste. Festival. E me që ram nga I qik gjithë, se për pak do ka lënë pim cigare në balkon që n'ulemin tavolinë. Juve u prezentuat nga I qik kështu, tash Zhujeta se ju para shumë edhe njiheni në atë. Zhujeta na mirëmban neve të huaj që vinë në Shqipëri. Në hosteli. Mbajnë ata mua mirë. Shiko. Po ti mbash vetë mirë. Absolutisht. Reciproke është mirëmbajtja. Ne kemi hapur një hostel në Tiranë, ka 3 vjet tani. Ku ndodhe? Ndodhet tek rruga e Medreses, rruga Dibrës, për krah Medreses. Është një vend ku vinë të rinj, pjesa më e madhe janë të rinj, janë backpacker, janë njerëz që ndajnë dhomën, ndajnë kuzhinën. Kjo është ideja e një hosteli. Hosteli pjesa më e madhe janë të huaj, kemi pasur shumë nga Kosova kohë të fundit. Kosovës rruga është e shkurtër me Nikun. Kem interesa me Të përbashkëta. Ne të dy njihemi, kemi shumë kohë, unë me Laurën kemi punuar për një kohë shumë gjatë bashkë dhe shumë mirë. Po ato e dinë ekzistencën e Hostel Milingonës. Është interesant si gjë. Është një gjë që nuk e kishte munguar Tiranës. Ekzistojnë dhe dy të tjerë, por si ide njerëzve kur I pyet që kam hapur një hostel edhe sikur të tatimet edhe taksat shkosh dhe thua hostel, ç'është kjo? Hotel. I thua, jo, nuk është hostel. Unë di që ekziston dhe shoqat për hostele. Ja, okej, me që hosteleve? Po. Të hosteleve jo. Guest house. Ka qenë iniciative një zviceriani edhe ai është martuar me një shqiptare, po. Besoj nga 2005 a 2006 mbaj mend, nuk e di nëse ka funksionuar ende është aktive apo jo. Ato janë të Beratit ai Gjerman, po. Ai është zvicerian, se kthyer në Shqipëri. Domethënë ishte nisma e tyre dhe s'ka ekzistuar në atë periudhë them që nuk ka pasur asnjë hostel. Ato kanë bërë një tentativë për të pasur një hostel në Berat apo jo? Jo, ata ishin më shumë për pjesën organizative, nuk është se doni një hostel të tyre që ta kishin në menaxhim. Ata ishin thjesht për punën organizative, domos si të funksiononi rrjeti hosteleve në përgjithë Shqipërinë. Po s'ka në gjithë Shqipërinë, hostele ka Tirana, Berati ka 1 dhe Saranda ka 2. Në këto janë qytetet që kanë hostele, se ekziston asnjë një qytet tjetër me ndonjë hostel. Guest house, Saranda ka 2. Backpackers është gjithmonë nga cilët shtete vinë. Ndihmojnë nga hostelet. Çuditërisht vjet kemi pasur një fluks të madh të francezëve. Francezët ishin një gjë komplet e re për ne. Francezët ai shumë franceza mund të ishte. Unë kam jetuar në Francë, thonë që këto francezët nuk shpenzojnë lekë. Janë aq të mirë absolutisht. Të paktën backpacker më kanë bërë dhe mua të ndryshoj mendimin e përgjithshëm që kanë francezët. Si po, kush janë më mirë, francezët apo hollandezët? Unë jam shumë e lumtur francezët. Unë jam shumë e lumtur francezët. Unë Laurën e dua shumë, Laura e di shumë mirë, kjo s'ka fare të bëjë me francezët apo francezët, hollandezët. Francezët apo hollandezët? Malaj bëra i dama. Tash nuk e di. Francezët dhe hollandezët do thoja unë, po hollandezët nuk e di. Hollandezët absolutisht shumë gjata. Po edhe shumë të mira. Absolutisht shumë gjata. Na zënë vend, në Shqipëri kemi shtëpi. Krevati jo, krevati që ofrojnë në hostel nuk janë për gjatësinë e Laurës. Juve gjithë të punë të mirë që bëni ju që na sillni neve të huaj në Shqipëri. Bëjmë shumë mirë. Kozi na bën atë balans peshën, na I merr gjithë shqiptarët na I ço jashtë. Mënyre ndërthurë është dhe kjo, si operatori turistik që është shumë mirë. I vendit, ose I brendshëm quhet, edhe tur operatori turistik që është I jashtëm.
rastin konkret që jam unë. Do pa bashkëpunim me njëri tjetër, askush nuk mundet të... Jo, për mua më e rëndësishme është që shqiptarët nga gjitha ajo periudhë e madhe bllokimi, izolimi, të kenë Shqiptarët dashurojnë njërë kryesor që dashurojnë të ustojnë. Unë vjen keq që Petri tha që parë që vajzat nuk tregojnë asnjë lloj dëshire ose si janë të painformuara. Po painformuara dhe nuk janë kurioze. Mund edhe gjeneracionit. Edhe nuk janë kurioze. Që problemi është që njeriu gjithmonë tendenca është për të kuriozitetit të çon gjithmonë drejt asaj që ti nuk e ke. Shqipërinë do e kanë këtu. Unë jam totalisht i bindur se kam provuar nga eksperjenca që mbasi kalon një eksperiencë te Shqipëria sigurisht ndërgjegja e tyre në një farë mënyre pasurohet me të duash që ato duhet kishin bërë dhe libra, gjeografia apo historia. Shoh që është relativisht e cunguar pjesa e gjeografisë përgjithsisht në librat shkollor, mendoj që është shumë është një moment që dhe organizim. Unë e bënim dhe ekskursion jashtë Tirane apo jashtë. Kështu që kam shumë urit, Audina është shtruar. Unë them pim një cigare në balkon. Para se ta pim një cigare se kam një domosdoshmëri që na e kushtozua ti u do të prek celularin. Se u bë 10 minuta pa fol. Laura, keni ndryshuar konceptet televizive me këto me dy emra. Unë jam fanatike e emrit parë, World Travel. Faj. Tashmë këtë 10 vjeçarën e fundit është si Global Travel. Global Travel. Edhe jemi më shumë... Ka më shumë incoming në Shqipëria? Incoming e kemi prekur pak. Pjesën që prekim ne me incoming janë eventet edhe organizimet, domethënë që janë në shkallë korporate, kupton biznesi. Ndërsa pjesën tjetër, domethënë 80% të asaj që ne mbulojmë është operacioni i jashtëm, dërgimi i turistëve. Këtë e ka diktuar vetë kërkesa e tregut edhe oferta, se përderisa tregu edhe njerëzit dhe publiku shohin që oferta është më Një pyetje dua të bëj unë me liberalizimin e vizave keni pasur shtim të Kjo pyetje është bërë 2 vjet themi përpara liberalizimit të vizave, 10 vjet që hyrin fuqi edhe do vazhdoi të bëhet. Po, çfarë përgjigje? 10 vjet ishte një pritshmëri shumë e madhe. Domethënë, edhe njerëzit të tuanet, themi që ne patëm vjet për shembull një thirrje ose një humbje të vogël te 5% ose 3% që qofse egzagjeroj, sepse njerëzit ishin të hetur, donin të provonin në mënyrën e tyre të pavarur. Po ti edhe këtë vit pam një kthim të asaj përqindje që vjetën doli më shtrenjtë ajo. Biles të vit kemi filluar sezonin më herë se çdo vit tjetër. Domethënë është rekord në histori të paktën këtë 10 vjeçar që unë punoj. Po mirë, paska drejt Sala që thotë jemi vend në zhvillim, se na çmendën krizën. Po eksportin e turistëve e bëjmë na mbulon 50% eksportit. Janë shkova, harrova që ishte një marrë dhe nisem për xhirim për anoncimet e netëve të klipit. Nga që kam trajtuar afërsisht me qëse vim afër me Shqipërisë në anoncimet i bëjmë pika të ndryshme të Shqipërisë edhe në këtë kuadër e 100 vjetorit kam dalë çike edhe në Maqedoni edhe në Prishtinë ku prek gjithë hapësirën shqipfolce. Se edhe festivali i klipit ka 11 vjet që prek gjithë hapësirën shqipfolce, shkova në Apolloni. Nuk mund të imagjinoni çfarë lloj turmash shqiptarësh kishin dalë për të festuar. Do me thënë, shumë hordi, kishin dalë të gjithë nga shtëpinë, nga shpellat, të gjithë. Me makinë, me pa makinë, me karrocë, me gomarë, nuk ishte lidhje. Qa festonin? Një maj, po historikisht vazhdoj me festojnë me një maj. Po ti festojnë shumë Valentini në mënyrë kolektive, një maj. Po gjithë bota vetëm protesta. Po mirë, ne jemi vetëm festë. Duam shumë punë si popull edhe aty festojmë që duam punë. Dhe ishte pamundur xhiroja në Apolloni. Megjithëse takova drejtorin me parkut arkeologjik, që është djalë shumë i mirë, tha të ndihmojnë, të është pamundur. Mund të ishin 5.000 veta që festonin. Dojtë xhiroje ti? Pikniqe, po, në më thënë, rrezikat dhe 100 hell duhet piqe diku. Po më shumë bukur, pëse, e pesi negative ti këtë? Jo, e si pozitive shumë. Muame në Tiranë në shërën në ritmi të vitin e majtë. Po këtu është turma gjithmonë dhe ditë djela është turma, këtu dhe ditë shtune dhe një ditë. Jo, në fluturimat ditë dhe bëri përshtyve intensitetin në Keliqenit. E vetëmja holandeze dhe më gjata. Po këta tash nga 10 një majë në Tiranë kishin ullur ritmet. Më unë kam bërë nga shtëpia me frikë të madhe, se do blokohesha rrugës, ndërkohë që ishte qetësi e papar. Kumi? Në përgjithësi,
atmosfera një maj. Kam filluar të preferoj. Jo, e di pse? Lëvizjet. Kanë dalë gjithë në për hapësirat gjelbërta, u bën shkretët u mbytën beton, qytet ka nevojë dhe për. Domethënë kanë lëvizur Në Ngela akoma tek ato 5.000 njerëz që janë tek Aplonia, në qoftë se ato gjithë njerëz pastrojnë plerat, është gjë shumë e mirë. E pra, kjo do të ishte pozitive kësaj aktiviteti do të plerat që lën aty. Nuk kujdesen shumë për. Pjesëmarrje të tillë për pastrim plera dhe Jo, ka shoqata të tjerë që merren vetëm me pastrimin e plerave. Po, kjo edhe nuk edhe për këtë jemi ashtu të sigurt njerëz vërtetes. Balkon gare tani se më pëlqen kur heshtim të dy, nuk e di se, nuk e di. Më pëlqen syt që më qetësoj, ndihem keq kur dikush të vështron. Më pëlqen të kem në krah, më pëlqen kur nxehesh pa. Më merr malli kur ti je la. Ne këtë e mia mendojmë për ty, në ëndër më shohim vetëm dy sy. Zgjohem dhe hënës, i lutem unë hënës nga dar. Ti më thuaj një fjalë, hutohem, gëzohem pa shkak. Nërmën kur të sjell qesh dhe qaj, të ndjenj se kam provuar kur më par. As më thua ç'po ndodh, më dëgjoj, do të them diçka. Më pëlqen kur pran me jeri. Po ne preferojmë të kemi ashtu midis gocë. Nëse erdhët ju bëft mirë. Laura, bëft mirë edhe se gjithë shumë mbarë. Unë marr gjithë se gjithë punë. Dikush i paraprin sezonit, dikush është në sezon. Po. Më pëlqen. Unë jam gjithkohë në sezon. Jo fare. Jo, dimrit edhe dimrit. Non stop çdo fundjavë. Vetëm për kontramuskon janë. për të Ne kemi bërë të dimër aktivitete më shumë se çdo vit. Jo, Ka pasur gjithë malet e Shqipërisë. Të dimrit? Ne s'kemi qenë po. Në dimër. Bëm gramozin. Por çdo turist që vjen në Gjithë maja Shqipëri te vërdall. të Ne themi rreth e qark Tiranës. Malin e Dajtit. Mua personalisht nuk po. Po gjithë park malin Kruj Dajt. Se s'dini një Shumica e turistëve që Malin e vinë Krujës, apasionohen Malin e Gampit, Malin e Brarit, Malin e Dajtit, Malin e Priskës, Malin me gropa. Se s'u një kontraplan. Bukarnikun në Ku babi jote? Ti rakini ke? Çu babi raki? Çardakun në Laura. Jo. Korç. Na fal që ndërhyrën. Popoja. Po ke ferma e babit tonë në Afrikë, mund të shkojmë na herë ne? Kur të na bjerë rruga? Shkoj mua ta organizoj. Po, ja, Global Travel organizon një udhtim në Afrikë, Gjiro me Kuaj dhe Zafari. Një të destinacionet e rralla. Është me gjithmonë në kemi një destinacion në Afrikë? A kemi për shumë spontan, domethënë, shumë spontan. Jo, s'është destinacion në masivitet, sigurisht. Me zgjedhje, kështu. Është çështje finance apo çështje njohje? Si e shikoni? Është çështje Se kampanjë prirje të një kategorie që hikin. Flasim për pjesën masive, ku është E mesme. Stresa mesme. Ku? Pastaj individet kanë kërkesa të veçanta që i përshtaten. Po për veçantës financiare Kush do kërk? dhe pjesa e shpirtit aventuriershëm duhet ta gjesh tek njerëzit. Jo si gjithë janë të gatshëm që të qëndrojnë në avion 11 orë.
Por kjo s'është arsye, mendoj. Është arsye shumë e madhe. Ka njerëz shumë fobik. Varet nga Jo, unë do të mendoja më shumë sa do ishte çështja Afrikë, se unë sa jam kthyer nga Afrika. Pyetja parë është, sa orë është fluturimi? Kjo është. Është e njëjta koncept për Amerikën. Afrikën duhet mos pasur njohuri. Domethënë friksuar për të shkuar në malet e Shqipërisë, ne dim këtë shumë mirë. Një pjesë e mirë e njerëzve. Nga vetja nga atë që mendon ti, edhe unë Jo, nuk mendoj. Edhe unë kam punuar në turizëm kohë shumë gjatë edhe jam e re, shumë e re. Ti e marrë me inkamin turist, me turistë që vinë në Shqipëri. Po, unë jam marrë edhe me të rinjt shqiptar, që janë mosha ime edhe brezi im, të cilët nuk e kam parë ndonjëherë veriun dhe vazhdojnë thojnë s'ke frikë ti që shkon veri, po mirë, me një sekondë, dhe kjo është për të marrë parasysh. Unë do të mendoja që një nga arsyet pse nuk shkohet në Afrikë është edhe kjo ideja o bëbo Afrika, më shumë se sa udhimi. Po varet nga turizmi ose njerëzit që vinë tek kompania juaj. Njëme, për atë punë, çdo lloj argumenti negativ i një situacioni politik caktuar, automatikisht sjell dëm në gjithë pjesën e punës tonë, kjo nuk diskutohet. Sepse ty një 21 janar të ndodhe dhe ti patë një feedback negativ me njerë, që me siguri këta e ndjejnë në mënyrë absolute, dhe çdo që presi njerëz në Shqipëri ka një lloj tërheqje, sepse dihet që lajmi negativ amplifikohet shumë herë më shpejt dhe shumë i vështirë për të ikur nga mendja se një argument pozitiv që ne të gjithë përpiqemi ta sjellim me shumë mund edhe djers. Kjo është e padiskutueshme. Po, se di, rastet e na ka ndodhur dhe ne, kur kemi lëvizur për shembull për herë të parë lëviza me delegacionin e Mizglobit në Tropoj në 2007, mos gaboj. 2007, po. Në Bajramsur patëm një step dhe pastaj ikëm në Valbon. Sigurisht veriu i Shqipërisë ka ndryshuar në mënyrë të pa imagjinueshme në të paktën 5-6 vjeçarin e fundit, po them. Edhe gjithë infrastruktura rrugore ka sjellë sigurisht një janë pozitive. Ka sjellur po ashtu, ka sjellë qetësinë e duhur gjithë emigracioni brenda lëvizja demografike brenda vendit, sepse një pjesë e madhe po themi elementeve që janë pa denjë për shoqërinë kanë zbritur dhe janë bërë pjesë e metropolit, kështu që në pjesën zakonisht në pjesët periferike të Shqipërisë kanë ngelur njerëz po themi relativisht pastër, që janë autoktonë, që duan të presin edhe të jetojnë atë që ne i sjellim, edhe të mirë presin dhe duke njoftur gjithë pjesën e traditës që ata e kanë për isë. Kështu që në këtë kontekst unë kam ngel shumë i kënaqur edhe shumë i afeksionuar nga mikpritja që u bë, qoftë që ne ishim sigurisht në nivel mikpritje bashki, komun, etj, sepse ishte delegacion zyrtar i Mizglobit, po realisht unë e preka edhe në realitetin e përditshëm atë. Të tregoj edhe një eksperiencë time personale me një grup. Unë kam nevojë për këtë eksperiencë. Unë personalisht nuk kam qenë në Theth kur, në Korçë kam qenë një herë, po Gardec një herë, Sarand 2 herë, në këto qytete të tjera të Shqipërisë asnjëherë, Shkodër një herë ke Petri, kështu që unë njoh. Jam personalisht e ndjej veten 100 herë më të lumtur që të bëj një event të madh me Shqipërisë kudo qoftë dhe jo në Tiranë. Realisht. Ke shumë drejt, sinqerisht. Sepse akoljenca që të bëjnë ajo mikpritja dhe njerëzit përgjithsisht janë të dëshiruar për të pasur një event të cilin e kanë ndërruar, e kanë parë vetëm nëpërmjet ekranit dhe kur e kanë aty të mbështesin me çdo gjë. Ti mjafton të hapësh gojën dhe dikush do sjelli edhe perimen e fundit nga shtëpia. Vetëm ti mos ngelesh keq. Domethënë kjo është shumë e rëndësishme. Ka qenë, po ti ke spektator, ti ke njerëz, ti ke dashamirës. Pra gjithçka është shumë herë më pozitive se sa kjo Tirana këtu. Është vërtet. Po ju Laura me këto gujdat që bënin se para shumë të gjithë bënin të njëjtë, ose më të mirë them ju me Nikun bënin të njëjtën gjë, kupton, bënin këto gujdat brenda Shqipërisë. Po këto janë shumë të promovuara për të huajt, kam përshtypjen, ndërkohë që shqiptarët nuk është se i ndeshin shumë. Kjo s'është vërtet. Tash ka ndryshuar komplet raporti, domethënë. Shumë. Para 3-4 vitesh, nëse ishte 10 veta 9 ishin tuaj një shqiptar, tash është e kundërta. 10 janë shqiptar njerëz? Pothuajse 80% janë shqiptar, pjesa tjetër janë tuaj. Unë përfitoj nga rasti me që më dha rasti të flas.
një shembull tipik i asaj që tha Petro që parë, më ka ndodhur me një grup austriakësh rreth atyre viteve 2007-2008, takuam një plak. Ai ishte 70 e kusur vjet rrugës. Në çfarë vendi? Në Dragobi, në Valbon, domethënë, para se të shkoj në Valbon është një fshat quhet Dragobi. Dhe këta po jepnin po merrnin me të. Unë isha në fund grupit, si kisha rreth 12 veta. Edhe ma bërë me shenjë nga. Edhe po i përktheja para e përshëndeta plakun siç e ka tradita se duhet të përshëndesësh që ti bësh shefin, edhe filloi duke bërtit mu si tha, i ke lënë tha miq ta të ecin këmbë sa kur ka gjithë makina në rrugë. Domethënë gjithë makina që lëvizet aty na i ka lënë miq të këmbë tha mu. Pastaj i shpjegova unë që ta duan të ecin vetë në këmbë. Miq si puna e kanë. Dhe tha dy gjëra shumë të bukura që edhe mua më bënin shumë përshtypje, po atyre i bëri shumë përshtypje mbas ja përktheva. Tha sa më shumë nga tha thuaj këtyre tha që këtu janë më të sigurt se sa ke shtëpia e tyre, që gjë shumë e zakonshme mund ta dëgjosh gjithkund, po tha të dytën që është shumë e bukur, tha sa më shumë nga këta të vinë tha aq më të butë bëhemi ne. Ai ishte sigurt që s'kisha si klasë shkollë, po tha një filozofi në vetvete. Ka të bëj shkolla fare në këtë. Ajo u ngela kështu për vete, kur ja përktheva atyre për që ngelen, megjithatë ata i bëri shumë përshtypje, edhe atyre i bëri shumë përshtypje. Është fenomen botror sepse në rastin konkret kam dyshuar jashtëzakonisht shumë, jam shumë dakord shumë pozitiv. Në rastin konkret sot dëgjoj gjithmonë marginalizohen, trajtohen si njerëz qytetar dorës dytë që nuk janë në Tiranë. Një shembull është marrë sot në Raj. Pse iku huliganizmi anglez nga stadiumet? Pse? Kush është përgjigjja? Hoqen rrjetat, hoqen barrierat dhe fusha u bë më afër me lojtarët. Detyrimisht njeriu distancoi veten nga huliganizmi. Shumë e çuditshme. Ka një gjë tjetër, më fal, që shumë e vërtetë ajo për pjesën që ne shqiptarët e paragjykojmë jashtë mase, sidomos zonën e veriut mbas 96-97 domethënë ka qenë një paragjykim jashtëzakonshëm. Grupin e parë me shqiptarë që kam çuar në 2009 ishte në fillim 13 veta dhe shkoi pastaj ke 8-9 veta. Dhe ata që anulluan, e kishin anulluar sepse gjithë shoqëria e tyre kishin bërë një anti-reklam të jashtëzakonshme, duke thënë që ç'a doni atje, do t'ju vrasin, do t'ju bëjnë etj etj. Dhe përshtypja e njerëzve që çohun atje në kthim në Tiranë ka qenë jashtëzakonshme. Jo vetëm nga mikpritja, nga ushqimi, nga bukuria e Valbonës që nuk tash ne jemi duke folur për një çështje që ka të bëjë me një lloj turizmi specifik, i cili nuk është fakt determinant i asaj që kërkojmë ose që kërkohet në Shqipëri, për vetë risorset natyrore që ka Shqipëria dhe vetë pjesën e pa skrupull të ndërtimeve të sistemit hotelier që është bërë nga Valbon, nga Velipoja deri në Ksamil. Çështja e turizmit në Shqipëri për mendimin tim është një çështje shumë komplekse, që do kërkoj një kohë shumë të gjatë dhe të madhe për të arritur shërbimin dhe kualitetin që ne duam. Sepse gjithë elementet këtu, përfshirë dhe mua, si gjesdisur po themi, brenda dhe jashtë Shqipërisë, sepse bëjmë dy evente, bëjmë një event kombëtar dhe një event botror, edhe kemi parë, kemi bredhën, është që ne nga ajo çka po përpiqemi të shfaqim, flasin në totalisht në sistemin turistik shqiptare. Kjo është pjesa specifike, kjo është një turizëm i cili në fundit feedbackun e madh që ka për llogarinë dhe financat shqiptare shumë i vogël. Në krahasim me atë që duhet mbushi hotelet, në atë që duhet mbushi plazhet, në atë që duhet rime ditë të tëra qëndrimi siç shkohet dhe rrihet siç e kanë këto argumentin turistik kur çojnë pra. Vetëm një nga sorset e vetme për ekonominë. Problemi është që ne jemi akoma të pa edukuar për të shërbyer. Kemi një problem shumë të madh njerëzor. Në aq sa unë kam parë. Ne kemi një problem shumë të madh. Ne kemi përveç infrastrukturës rrugore që është për të përgëzuar për gjithë çka që është bërë, ka një grop të madhe që quhet ndërtim e sipër dhe leje të dhëna deri ka mundësi edhe 10 metra mrena detit në njëri duhet bëj në një hotel. Do e kaloj që ka alketi bisedën këtu dhe marrë. Po, kjo që thua mirë. Dhe ti nuk, dhe e treta, që është më e rëndësishme, nuk ka një plazh të qetë në Shqipëri kur ti mos dëgjosh muzikë diskoteke nga ora 7 e mëngjesit deri në 6 mëngjesit tjetër. Të mund të ndryshoj, do të ishte shumë mirë. Jo, ti ke shumë drejt, po se në fundit më shumë se turizmin për mua e rëndësishme është si do duket në interesin e shqiptarëve në përgjithësi dhe në interesin financiar, le të themi, turizmi shqiptar nga sot 5 vite e me radha, kupton? Dhe kjo që thua ti është shumë e vërtetë. Deri tani
Eksakt, deri tani për mendimin tim më mirë që po vjen një numër kaq më i pak turistësh, sepse ajo kthehet në efekti bumerang, kthehet në antireklam. Nëse ti merr një numër të madh turistësh dhe nuk arrin të shërben këtyre ashtu siç duhet, atëherë do presësh dhe vrullin e të kundërtave. E tjetër që do informacionit negativ. Kështu që antireklamës. Deri këtu në këtë anë, me kushtet që kemi pasur ne dje, Petro, unë them më mirë që ka qenë turizmi në këto nivele grupesh të vegje që shkojnë vizitojnë. Jo primitiv, po që ai nuk është. Jo, nuk është primitiv. Jo, ata kënaqen shumë. Kundrejt turizmit masiv. Ska të bëj primitiv. Eksakt, kjo është. Ka shumë domethënë hapësira dhe mundësi për turizmin. Ato do të thonë, ideja është që në radhë parë. Sepse masiv nuk e përballon dot. As infrastruktura. Po jo, problemi që hoteleria si strukturë është e ndërtuar. Po nuk shërben dot. Jo, është ndërtuar. Përveç asaj. Se s'ka edukat shërbimi. Çdo hall turizmi të Një sekondë Arkedin, se mbi të gjitha ne Shqipëria ka që është kjo hapësira që të dim ne. Dhe ideja është që si do bëhet kjo atraktive, për mua s'është fakti që të bëhet atraktive sot edhe këto 5 vite. Ideja është që të jetë atraktive sot për 5 vite dhe për 50 vite, që të jetë atraktive edhe për fëmin tim, që edhe fëmia im të ketë përfitimet e tij. Jo, gjithë vendet italiane kanë kaluar periudhën e kulminacionit suksesit tyre në turizëm. Jo, ideja është provuar Spanja, është provuar Greqia, është provuar Turqia. Këto kanë pas një kurvë zhvillimi, kanë pas një zhvillim maksimal, pastaj të gjitha kanë rënë një. Çështja është që ne nuk kemi një politikë caktuar qoftë të nivelit çmimeve. Bravo, po jo, për të ardhur kjo pyetje ato doja të thoya. Në radh parë, që të fillosh ndërtosh një strategji turizmi, duhet dish çfarë vendi ke. Në radh parë gjeografikisht. Dhe për këtë duhet pyes Arkedin, sepse nëse ka një geografia është e mrekullueshme. Gjeografikisht Shik, është e mrekullueshme, ka qenë e mrekullueshme, ka ndryshuar. Jo, geografia ndryshon. Urimi natyror nuk na mund. Unë dua të marr telefonit të nxjerr një artikull të shkruar nga Indiri Ardian Klosi dhe ai shqetësimin që sillte ai në atë artikull për mënyrën makabër si po trajtohet natyra në Shqipëri është e tmerrshme. Dhe ai thjell ca fakte, thjell ca fakte të rënqethse. Dhe unë jam shumë kurioz di nga Alketi që fluturon mbi Shqipëri për ditë realisht që dhe e ka pak e shpreh më pak ky. Nuk e larg, duket bukur. Ideja është jo, se ai është bret. Ai është për luka kontakt vetëm me ajrin. Po jo. Me qiellin. Jo, por ai ka fotografuar. Jo, ka fotografuar, por nuk takon kafshën poshtë. Kur problemi është kur takon kafshët poshtë. Nuk ka për përshtypje një gjë. Jo, do të di në rast parë me pak fjalë, Shqipëria gjeografikisht a ka ndryshim realisht në metamorfozën gjeografike të Shqipërisë në këto 10 vite apo jo? Metamorfozën do ta them dhe unë që Shqipëria, siç ma ka thënë një kosovar i vjetër, është Zelanda e re e Europës. Pse? Sepse ky është kompliment shumë i bukur, nëse do ishte. Jo, ne po ta promovojmë këtë, New Zealand. Ne sjellim dhe është normalisht. Çfarë duhet të them me këtë që them është? Tha pak më parë Petri që i ala fisnikut pak atë pjesën e që fatmirësisht tani është potenciali më i madh turistik Shqipëri, ato Alpet atje. Po. Që hynë e dalin njerëz si ne si llogarisin do ta shiktu, sepse hynë dhe dalin. Gjysma hyn nga mali pa çek. Malizi nga Kosova. Edhe dalin. Pra ka jetë nëpër malet shqiptare, pse ka jetë? Sepse kryetarët e komunave atje kishin bërë një letër kryeministrit që ne duam të bëjmë rrugën Theth Valbon. Shohin interes në ngushtë. Dhe fatmirësisht ajo rrugë nuk do bëhet. Sepse po mos bëhet dhe po të bëhet ajo rrugë, kush është ai që bën llogaran këm hiking hyrje lart? Nuk bëhet. Kalon rruga aty. E bëjnë olla që marrin çikës. Jo, po flas për llogaran. Imagjinoni sikur llogaraja mos ishte mal me infrastrukturë rrugore. Që do ishte një pjesë e paketës turistike. Pra, Alpet në vetvete, fati i madh, e kemi të vigjë dhe kontrollin ndaj territorit akoma shteti nuk e ka. Jo, shumë e drejtë. Domethënë në hapësirën gjeografike ne, po çështja është që nuk ka një politikë të caktuar për të menaxhuar pjesën turistike në Shqipëri, sepse normalisht ne kemi të gjitha mundësitë me resursin që kemi, duke pasur një zbritje gjeografikisht të pjerrët nga mali në det dhe në distancë të shkurtër, sepse dihet kemi mal në pjesën veri perëndimore, veri lindore dhe direkt nga mali zbret në fushën në det. Që do të thotë që ti ke mundësi që të lësh në mënyrë të menaxhueshme për një specifik caktuar të grupeve turistike që e duan këtë
këtë lloj turizmi, ta lesh të paprekur, ta lesh të virgjër, ashtu siç e kërkojnë ata. Dhe të investosh në pjesën tjetër. Po problemi është pikërisht rruga. Në momentin që bëhet rruga, mirë mbin pafundësisht idera nga më makabret, hotele nga më të çuditshme, struktura nga më të çuditshme, të cilat vetëm kanë para sa t'i hedhin për t'i pastruar që të ndërtohet objekti. Në momentin që të mbaron ndërtimi i objektit, nuk ka asgjë. Problemi është gjithmonë ai i përgjithshëm, i unikal, problemi njerëzor. Çështja e problemit njerëzor është një pikë pyetje e pa imagjinueshme me shumë pikë çuditëse mrapa këtu. Ja nuk dua unë merr me problemin njerëzor dhe me atë çka ka të bëjë njerëzor. Problemi njerëzor aty o ta hedh në erë ose ta sjell në Terezi. Kemi 2000 ndodhen në fund kur kemi mbi 2000 km2 Alpe. Kemi një përshtatje dhe një simetri të këtyre Alpeve në pjesën jug perëndimore e Shqipërisë, si është Malësia e Vlorës, që është simile e kësaj. Kemi edhe një ngjashmëri tjetër, diagonalin tjetër, ulësirën e Shkodrës dhe ulësirën e Korçës me 2 liçene. Edhe në nivel gjeografik, edhe në nivel human, karakteresh janë pak ngjashëm. Forësia e tropojanëve me vlonjavë. Sigurisht, janë malësor. Dhe duka qoftë një herë, janë malësor. Dhe shpirti humorit të shkodranëve me qetësinë e korçarëve. Gjitha kjo është pasuri, duke mos marrë atë tjetër pastaj 500 kilometrat vi lineare det, ku pjesën më të madhe fatkeqësisht është prekur nga ndërtime dhe nuk shoh do i viti shile për rehabilitimin e asaj pjese. Pjesa tjetër them që është në një situatë pak tranzicioni ku këta elementet ose përfuze veten time jemi ne ata që me promovimin që i bëjmë, themi që t'i japim ta jetëzojmë edhe të mos ta benotizojmë. Kjo është ideja. Sepse kush është ai që Eksakt. Problemi është i papërgjegjshmërisë totale. Përgjegjësi dhe të ndërhyr. Sa nuk është bërë. Më shteti është ai që ndërhyr. Normalisht që është shteti, problemi O kozi po jo, shteti është ai që ndërhyr kush është. Po dëgjoj, më nuk ka absolutisht në një kohë, aq më tepër në një kohë që ne nuk dim kujt i përkasin prona. Ekzistojnë edhe projekte janë bërë. Ne akoma nuk dim kjo është toka ime apo është e jotja apo është e jona. Në këtë pikë është shteti që merr përsipër. Pikë prandaj them nuk dua të detajohem në këto detaje. Flasim atë që është bërë, a ka hapësira dhe mundësi që ajo që është bërë të korrigjohet? Ne këtu ka një nonsens. Sepse po vazhdon në rregull, Shqipëri është shumë e bukur edhe ka qenë shumë e bukur. Infrastruktura. Por jemi transparent. Kur ka qenë shumë bukur para 10 vjetësh që ti Laura ka ardhur në Shqipëri apo tani? Tjetër bukur. Shqipëria vazhdon. Po megjithanë shumë interesante. Edhe tani Asokom është shumë i bukur, por jam dakord që duhet fica rregull, edhe duhet të vazhdojë të komunikojë me njerëz në vendet rurale, si rurale. Që edhe ato e kuptojnë. Ajo është. Ne kemi bërë atë punë tani për 10 vjet, por duhet të vazhdojnë të gjitha rregulli ligji për të shpjegoj që sepse të huaj vjen për shembull në Vobon për të ketë një eksperiencë rurale, mirë. Në pra. Të jetë në natyrë, edhe ka sa njerëz tani që fillojnë me hotelet me beton, edhe kjo është rrezik për Shqipërinë. Që se mbani më drimare si ka qenë për parë, edhe se si është bërë. Dojnë aty ku doja të vilja që zhvillimi, që ne trumpetojmë ka shumë, duhet të zhvillojmë, jemi vendi prapa mbetur, jemi vendi varfër, duhet me vrap të kapim kohën e humbur, po kam përshtypjen se ne po dëmtojmë dhe ato, dhe dashje pa dashje atë pasuri që na mbeti, që është pikërisht ajo natyre pa prekur. Sektori privat nga përshtypjen është bërë në pretekstin e zhvillimit, në këtë sebepin e zhvillimit, po shkatrojmë dhe ato që deri më sot janë atraktive për të huajt. Se në një farë mënyrë, ne japonez nuk jemi. Nuk kemi elektronik, nuk kemi industri elektronike, nuk shërbejmë, nuk prodhojmë ndonjë gjë, nuk bëjmë makina, nuk bëjmë telefona, lule, si holandezët, ku ta dëgjojmë koncepte. E vetmja mënyrë, aq më tepër që ne jemi shumë pak njerëz, jemi vetëm 3 milionë shqiptarë brenda Shqipërisë, le të themi. Kështu që është absurde. 12 kam përshtypjen. Ne kishim filluar me të parë. Merë se është e mirë më të parë, për ushqimin është më... Me që kemi shkatruar Bregdetin për fat keq dhe nuk mund të jemi konkurrent
paktën flasim me komshit rreth të qark, po shkojmë Nuk atë. kemi prishur akoma, është akoma. Okej, mirë, nuk është, le të themi që nuk mund të jemi konkurrentë tani. Nuk është prishur, Alket. Premisa dhe kanë ardhme, përderisa nuk është Pikrisht. Mund të them edhe një terreni vetëm koment që mund të investohet dhe të investohet pa. U kam qenë në Alpe në 2003 me një grup slovenësh. Atë kanë qenë 35 veta, kanë bërë një xhiro gjithë Shqipërinë kur nuk ishte fare turist. Pothuajse fare, le të themi. A kemi ne mundësi për të bërë struktura të mëdha edhe skimi edhe ka pafundësisht, domethënë turizmi i bardh, si ti thonë, është shumë i zhvilluar në Alpe, prandaj kanë. Edhe në Shqipëri struktura malore jona mundet që të lejojë. Ne kemi tani 2 vjet që po bën një event në Balbon dhe vjen skiatorë nga gjithë bota. Që janë Çfarë ka aty? Ka excited. Po ku të skijojnë? Balbona nuk ka, ajo është për skimin ekstrem, skim dhe alpinizëm bashk. Ata ngjithin malet me ski dhe zbrecën me ski. Ajo është një kategori shumë speciale, por për skim masiv ka pjesa të tjera, domethënë është klenja, librazh. Një pyetje shumë e vështirë. Specialistët që kërkojnë vështirë kërkojnë një resort ski. Ka ambiente Shqipëria për të bërë resorte ski shoku, ka boca pista. Jo, unë vetëm kështu që në Shqipëri, hypi malit më e ski, hypi do marrë të ski, tashti. Më e bukur, ose le të themi, sidomos për Tiranën, që është për qyteti i Shqipërisë për amblet gjithë, edhe legët tu janë. Kemi një mal fantastik që i kemi Mazdajtit, që është mali me gropa. Pas dajtit bëhet resort skisha, ka si zbohet Madrid, apo të shkosh dhe tash ke akoma faqen veriore, ke akoma borë. Ku ti thua? I thua faqes brapa. Atëherë, mali me gropa është mbas malit dajtit. Faqja përballë nuk ka borë, por faqja tjetër mbrapa, verigjidore ka borë akoma. Aty ku ngelen janë lore ka pa fare, unë me Do, aktualisht rruga nga Qafmolla deri atje është shumë e keqe. Domethënë nga Tirana po të nisesh deri në mal me gropa, unë shkoj edhe në dimër edhe në verë, unë kam bërë 2 udhime. Kam shumë njerëz që kanë lyp sipër me borë. Në dynjan shkretë gjithë. Dhe është shumë i bukur. Do bëhet rruga në Gjipe, do prishet dhe Gjipe. Dëgjova një femër që më tha, ka marrë me tapi, se si mund t'jere tapi aty, nuk e di, 4.500 metra, 6.700 metra Teullit, unë e di se Teullit kanë qenë çadra, të bëheshin çadra. Nuk ka më çadra, as Teullit, ma e mënd për 6 muaj. Do dalin e njeri, do shqapoj Ullit, dhe kjo është e tmeshme. Se ideja është se duhet një plan zhvillimi por duhet monitorim. Ne po na let lirë, ne kemi lloj-lloj mendjesh, sidomos shqiptarët, ne jemi brenda një shtëpie dhe kemi po aq mendje sa dhe persona që jetojnë aty. Kështu që nëse ne na let lirë, ne do bëjmë çana do qefi, çana do mundësia, çana imponon mundësia. Unë dua të rikuperoj kohën e humbur, dua të rikuperoj atë zhvillimin tim personal dhe në terma financiar. Nuk ma ndjen fare ti thu lirë, unë theve du 5 kate, do le ato hekrat sipër se do vej. Edhe ati nuk i kërkon në llogari, se ai niset nga instinkti njerëzor që ka nga ato të fitoj sa më shumë. Eksakt. Nëse ti si shtet nuk vjen të bësh monitorimin dhe zhvillimin e zonave që do të bësh. Dhe ne gjëja më e vështirë në jetë, në çdo fushë themon, jo vetëm turizëm, është pyetja më elementare para se të fillosh të bësh diçka është çfarë do. Ne nuk dim çfarë duam nga Shqipëria që kemi. Edhe unë kam akoma shpresh që ka ca gjëra që duhet të ndryshojmë. Po ne prandajmë këtu, që të bërtasim biologjikën dikush. Çfarë duhet të ndryshojmë? Nga këndvështrimi jonë si një holandeze që tashmë ke 10 vite që jeton në Shqipëri, që merresh me sjelljen e turistëve nga jashtë, kryesisht huaj ose totalisht huaj, atëherë çfarë do doje ti të ndryshonte në të mirë të punës tënde sot dhe në perspektivë dhe në të ardhmen? Diskoteka të bëhen me orar. Ose mos bëhen fare aty ku nuk është vendi për të bërë. Po jo, diskotekë dhe 5 vjetë dhe çfarë? Një certifikat për të jetë në ju. Ku do jetojmë ne? Po të ishte mirë. Që njerëz kuptojnë çfarë është shërbim. Certifikat për diskotekën ta bëjnë në mal. Certifikat për shërbim. Po. Që jo everyone, që të gjithë nuk punojnë, por të paktën duhet të ketë një format e vogël për të kuptuar çfarë duhet të bëjë. Standardizimi dhe shërbimit. Ka filluar me këto 3 yje, 4 yje që japin. Eksakt, monitorimi që duhet i bëj shteti. Ka qenë dikur po mbyll shërbim. Ka filluar prapë në Kruj kanë disa nga lokalet i kanë. Dhe shumë një gjë më duket nuk është e vështirë, është e thjeshtë, që njerëz shqiptarë dhe të kuptojnë që ka një vend i bukur edhe të thënë baj bukur, qet.
Kemi një vend bukur dhe duhet ta mirëmbajmë. Të kujdesen. Po, ka kujdesen. Në atë, në mendimin tënd, sa përgjegjësi ka shqiptarët dhe sa përgjegjësi ka shteti në mirëmbajtjen e Shqipërisë? Po 50-50, 50-50, sepse në qoftë se shqiptarët nuk përmbajnë vendin i vet. Po kanë thënë se preken interesa, dikush ka hotel, dikush ka Ne jemi mësuar, kemi bezdit pastrojmë ambientin jashtë shtëpisë tonë, se kemi nga koha e socializmit, ku çdo gjë ishte e të gjithëve, e kemi bezdit Por tani, sa vjet kemi që nuk është më... Komunizëm. 20 vjet që s'është më komunizëm, po është një lloj... Një kokoxhambo, një lloj rrumpalle, do thoja unë në Shqip, po nuk e dia kupton dot ti. kaos. Kaos, eksakt. Kaos urban. Kupton shumë mirë nga ka ardhur Shqipëria dhe pse gjërat. Jo, edhe këto 20 vite ka qenë kaq shumë. Ne ke studiuar historinë, ka studiuar historinë në Shqip? Ke studiuar historinë në Shqip? Laura? Lexuar gjitha. Gjitha? Si gjitha jo, gjitha s'ka mundësi. Një ose një që ka lexuar. Se justifikojnë në Po kash. një, bëjni një pyetje. Jo, mos më pyet. Ba ke lexuar mendimin. Edhe dëshira ime është që përveç se të merremi me çfarë ndodh ose çfarë ka ndodhur, të shohim çfarë do ndodhi ose të themi ne si do donim që të ishte e ardhmja e Shqipërisë edhe në këtë këndvështrimin çik turistik. Ti si do e doje për shembull idealen tënde? Po është një gjë tjetër që unë si e huaj nuk kuptoj që shqiptarët janë shumë krenarë për vendin e vet, mund të përdoren vend që është shumë e mirë, por të njëjtën kohë edhe plera në Nga dritarja. nga dritarja Nga balkoni. ose cigare nga balkoni, po. Në qoftë se ne mund të shohim të paktën gjitha këtë, Është pjesa e edukatës pas. Puna e gjithëve ne këtu është në prag. Edhe e shoh që është në prag sepse e ndjej që është në prag, e shoh në statistika, e shoh në telefonatat që më vinë. Brezi i ri ka nevojë për të hikur dhe për të marrë natyrën. Dhe jemi ne gati, është Shqipëria gati që ta presi këtë fluks si do vi. Dhe shumë e shpejt dita edhe për ju, që do kemi pjesën këtu brenda, siç i ka shkuar aty, siç na vjen dhe ne. Kjo është e rëndësishme. Shumë që targeti nuk duhet të jetë vetëm i vendas. Jo, vetëm. Vendas e zhvillimi nuk vjen. Ai ka satisfaksion se çdo javë ai ka ofertë. Po se shikon të gjithë vendet më zhvilluara turistikë. Më fal se Nuk ka zhvillim në tregu se më vendas. mori një shumë fal. Ne duam të ngrenë. Alket, më fal. Me një mentalitet. Alket, më fal. Duhet të shkozetën si agjenci turistike që ka kaq kohë që operon. Turisë ekonomi, por Duhet të logjikoj sa interesuar është për informacion, për informacion target grupi shqiptar, jo për t'ikur jashtë, për qëndruar këtu. Dhe sa është e lidhur kjo marrëdhënie nga operator turistik në Shqipëri që operojnë. Është zero. Është nuk i ke Me treg janë vetëm unë. Me treg janë vetëm unë aktualisht. vendas. Po, vendas. Ja bravo, po edhe flas. Odrovenia. Po jo, unë po flas operator turistik që ka 4 hotele, që ka plazhin, që ka strukturën. Akoma s'ke kështu struktura ashtu dhe Jo ka struktura. Po pse janë lidhur me agjencitë shqiptare? Ku i kemi nga këto struktura hotelerie të mëdha në Shqipëri? Ke vetëm një hotel Është kultura, dominon kultura e lëvizjes spontane. 272.000 hotele, se unë e di se kur bëj eventin e Miss Shqipërisë, më futen 5 palë, edhe thonë ama na jep reklamën neve. Po mirë, sa kapacitet kanë këto, Petri? Ma thuj më të madhe. Kapaciteti tyre varion, ka kapacitete që kanë edhe 50 doma, dhe 60 doma, dhe 100 doma. Po këto janë 100 doma do të thotë qesarake për kapacitetet që më flasim për një strukturë, një strukturë në plazhin e Kolemit edhe Event të bëhet, atëherë gjithë zona është e bllokuar, i ke njerëzit pa Petri akomodime. ka eksperiencë nga Miss Shqipëria i 2000-shit që Si njerëzit atëherë edhe pritej. kemi ngrënë Atëherë edhe pritej. mamën. çdo vit më vash, I çove njerëzit me vikingën në Problemi butrik. është në këto vite dhe futesh ka pas. Po flas çdo vit unë kam Aty mbaj mend Saranën që mu në çdo vend ku bëj eventin, kjo nuk diskutohet. Në çdo event unë bllokoj rrugë. Kjo nuk diskutohet. Nuk po flas. Zona është mbi popullume, Por vështirësitë për tu akomoduar gjithë njerëzit. Eksakt. Edhe për ti. Jo
Fatmirësisht kam, për shumë ne, pas nesër fillojmë Albania Open. Kam 180 huaj që kam të Jo, vit. tash i ka... Po, Vlora është 180 huaj. është World Cup-i këtë vit Albania Open. Më në dhe në sa informacione kështu strikte. Fillon me datë 8 maj. Bëj një përshkrim të saktë ashti, me datë 8 maj të... Albania Open është një miting internacional fluturimi që aeronautika shqiptare e ka konceptuar fuqin e turizmit në Shqipëri nëpërmjet eventeve të mëdha. Shura nga është gjithë kjo zonjushte për të eventin. Në të... Jo për eventin, por është një Zonjushte, për zonjushte, dhe këtë vit për herë të parë është World Cup, pra është Kupa e Botës, që do të thotë kemi hyrje nga Japonia, Tajlanda, Kinezë, Malezë dhe Rusë. Rusët janë në Gjirokasë tani kanë ardhur. Është Ora News Live digital me Super Sport do të bëjë një dokumentar të mirë film që do të jepet gjatë gjithë vitit në Super Sport News sepse ka shumë kërkesë nga diaspora jashtë, sepse nuk ka aktivitete. Shikueshmëri jashtë. Këtë po të shpjegoj pra. Diaspora jonë jashtë ka shumë kërkesa që pse në Super Sport një Për sportet shqiptare. Promovojmë Shqipëri për shqiptarët. Vetëm një event Miss Globi bëjmë kam shikueshmërinë 47 shtetet të botës. Po ç'është ky koncept promovojmë Shqipëri për shqiptarët, tash promovojmë Shqipëri për... Nuk ka evente, janë të dalur për jashtë. Që do thotë, ky event, Se diti, këtë vit e kam, është viti 13 që si e lujrat e ju. edhe është një kompeticion që... Viti tërë ka për të në njoni. Sepse Çfarë periudhë është? 8 maj me 12 maj në Vlorë. Dhe mbi të gjitha dhe premiut janë shumë të mira si aktivitet. Shpresojmë që të jetë thjesht çështja e kohës është ajo tani, stresi pozitiv i fundit që kemi ne në organizim. Për shembull, si çfarë raportesh çuditshme ka ky shtet, ky vend? Ky është një Po është një vend i çuditshëm, prandaj dhe unë kam çik me jemi këtu 6 o na dashurojnë me marrëzi ose na lënin. Ne jemi të tjerë janë këtu 6 psikopatë. Sa jemi çfarë? Pastaj harrojmë. Duke qenë, Hajde dëgjoj. jashi se është Dëgjoj këtë. Kjo është problem. Ne jemi 6 plus 1, 7 psikopatë në këtë tavolinë. Që secili kontribon. Përveç Laurës. Jo, është bërë shqiptar. Laura në solli fati tash, nuk është se Laura u dashuruar në Shqipëri. Edhe erdhi. Është dashuruar. Mos kishte njohur bashkëshortin, nuk kishte marrë iniciativën për të jetuar në Shqipëri. E rëndësishme është që ne të gjithë kemi akoma ëndra dhe mendojmë mirë për të kontribuar sa do të. Unë nga mall nipi im troj më mirë se unë ta gjej ambientin më mirë, çfarë? Nuk ka për të ndodhur ajo. Sepse po jo, nuk ndodh sepse është shumë e dyshim të ardhmja e botës. E kupton, nuk e di dia. Shit, do mos më hapet mua vetë, jam shumë gati të ndjek aty. Nuk e di. Edhe unë themi se shumë pak kohë kemi. Ne flasim për turizmin në Shqipëri. Jo, mos e fitoj dera tash se e dëgjova dhe sot ke Wake Up-i, ke Eno Popi dhe Ledioni, kishin ftuar një me ma hapi ti, unë kam shumë për zëmër këtë. Problemi është ndodhin gjëra të çuditshme. Ai dha Nostradamus e ka Nostradamus, Majat, e të gjitha me radhë. E ke dëgjuar në Google atë Weird Noises? Po. Ajo është e tmeshme. E ke dëgjuar ti? E ke dëgjuar Lara? E ke dëgjuar? Jo. Luftra. Nuk du ta marr një laptop ta vë tani. Fetare dhe parashikon dhe foto. Dhe jeton Weird Noises dhe ka ca lu. Çfarë lufta fetare me nuk është e Ka njerëzit. E ke vjen nga uji. Nga? Uji. Nga uji? O baba, uji i mbyt gjithë. I mbyt gjithë, po. Siç ka qenë uji? Po siç ka qenë uji? Se kështu ka qenë uji? Edhe fillun vulkanet dhe gjedhe u bët. Kush ka nesh? Anulloj emisionin se marroj, herë fundit botës çuna jeni lirë, zdajnë droga, pushime, free marijuana, Alpet lira Shqipëria, boni qef se ike. Ka që pati ky. Nuk meritoni troni më si njerëz që jeni, se po flas si palë tretë ashti, po mirë, keni bërë gabime shumë njerëz. Deri në sekond fundit do menojmë për mirë. Kjo është rëndësishme. Lum do vi uji, a ke lexuar atë artikullin aty norvegjesit se më hoqi zjarri dashni. Po uji pra do do përplaset toka me një planet tjetër dhe do ketë shpërthime uji. Dhe këta që janë kështu, janë duke bërë tunele në Norvegji, ku strehohen asnjë nuk shpëton. Nuk shpëton asnjë? Ja, ongër më gjithë, 3 mjata, a i këzuar pra Shtemi verë. Unë asë një gotë verë parë zotin se dhe 6 muaj jetë kene. Ishte 1-12, s'ka verë mo? Në Holland po bëjmë planë për... Si, s'ka bojnë asë gjede dhe 2013 nuk bëjnë. Janë këtu.
S'ka gjë. Zgjedhjet më mirë mos bëhen, po ikën gjithë ato zgjedhje s'ka çfarë. Kadi i sipër, sot prononcon. Po. Me gjithë me, kadi i sipër me që është për këto tjerë që na shohin, kadi poshtë është kozeta, ajo drita që duket poshtë shtëpisë tonë kur vjen kamera, kështu është kozë. Që sot e tutje do dali dhe mendoj. Jo, po. Kadi i sipër për sezonin e verës, kemi menduar një për të ftuarit më simpatik që do kemi patur ne, do bëhet një përzgjedhje nga gjithë. Kush e bën sondazhin? Flori është... Jo, Flori s'lejohet për sondazh. Po ai është bashkëpunëtar. Po nuk lejohet sepse varet nga statusi psikologjik i ditës kur ndodhet Flori që të bëj sondazh. Që halli tatin? Jo. Jo. Ç'është ndodhet me Flori? Flori ke dhe i vullnetar tjetër, bëj unë. Unë e adhuroj kur marr sugjerime, më pëlqen, e konsideroj si pasuri këtë faktin që njerëzit sugjerojnë gjëra, po në fundit vendos vetë, kështu që Flori sugjeron. Ka dhe raste që imponohet, s'kam që bëja, këto po. Ora shtëpia ju është Mos la din nga teksti. Nuk është shtëpia, jo, kadi i Nëse sipër. dërën ti me keni të hapur. Ima shtëpia, se Ka ta dish se... Të ftuarit më simpatik që kanë marrë pjesë në katin e sipër, mblidhen në një udhëtim ekskluziv në jahtë të organizuar nga Global Travel dhe me mundësimin me jahtin e vënë me vela.al që na ofrojnë jahtin që ne do organizojmë këtë udhëtimin në Shqipëri, në Greqi vëlla. Do shkojmë do bëjmë një udhëtim nga Korfuzi. Po flasim për turizëm në Shqipëri, ku nuk lejohet navigacioni me bark. Origjinën e ka nga Shqipëria, po pastaj Po si s'dalim më vesh, po kemi 3 vjet që po presim blemi bark, nuk blem dot bark. Se nuk qarkullen dot. Aktivitete suplementare, ka dhe fluturim. E di si është kjo puna barkave jo aty afër. Ka shumë mirë. Lërmëni, jo, për një moment. Xhaxhi e ka shumë mirë. Lërmëni një moment ta mbajmë bretetin e pastër të paktën nga deti. Se nga toka kemi bërë dhe qelbësirë beton. Të paktën nga deti mos ta ndokim. Shumë e mirë kanë. Mua bet që më kujtove. Dy gjëra, mos më ndërpisni, ju lutem se flas shumë nga që kjo vera ku që u shkartis në të bardhë. Moment që jemi të... Ëmbëlsira, me nga sjellë. Puna është që... Bravo. Kush e ka sjellë këtë? Kush e ka sjellë këtë? Qoko. Po edhe një modelet e Grace Note se frekuentojmë shpesh. Grace Note frekuentojmë shpesh. Pse ju vetëm ëmbëlsira ani? Ne po bëjmë fjalë qira. Kupton se ka plasë janë kështu si mendon ti që janë vetë. Ti dëgjoni mise. Dale, iguaj ti. Dëgjoni mise. Me thash vetëm ëmbëlsira ani, jo po. Po unë nga gjithë. Kur i pash ato të Qoko sigurisht shumë të bëshme, nëna pas kanë ardhur shumë delikate. Apo stafi. Po bëj mos e leni atë Kosovën afër kuzhinës se i griu, ai ka 3 puntata që na i ha gjithë kuzhinën. Ti Kosovë. Ariamiti, është kjo çojë. Del plani sfokallu jo. Ti mezi e kemi, a kuptoj kemi për kështu, për efekt politik këtë. Po ky na ka dalë me dëm shumë valla. Efekte anësore. Ky përfiton nga statusi që ka që është i privilegjuar që është nga Kosova dhe ne i duam shumë. Sa sërita më të të? Kjo është e 10-a, e 10-a e vërteta. Ai ka dhënë Shik gjo, mas kati sipër vazhdon ke shtëpia Kozit, pastaj do na japi Kozi digestiv. Unë para kamerave, gjithë jetën kam refuzuar. E vetmi që më sjell para kamerave. Këto i quhen aparate fotografike. Po këto se këto s'ndjen se s'kan të drita, nuk e kupton. Përveç teje, domethënë që ishte edhe unë i pash disa... Quna të një si modela, mi zdërë duke një modele, me goca top modele, se t'vjen kozeta, fare. Su bëj gjelos ti. është flu. A i busqesh, a i pi vera atje, ku ka ku komoditet më shumë. Kjo është emision, kjo është luks. Jo të logurit e mi, me kuqe, digjëve rinjëzore, kile. Këto stafi sa të favorizuar jeni gota verës tu, piruni këtu. Ju jeni me Grace Model ju ka kriju kushtet, keni dhe gosa ta ndeshë. Duhet t'jepni medalje qunit. Më roft mu që jam këtu që duhet më dhjetë gjitha atmosferë. O zot, kur do vit dita të ndrohemi që ta lëm këtë vend dhe të kalojmë mbrapa kuintave dhe unë të vit dikush tjetër këtu të merë. Jo, Ariana mos ndryshon më, që të tashi direkt prezentuesi misit vjen. Ti kërkove Juripa.
Njerëz janë ullur në tavolina, qyteti nise del prej vete, në rrugë bredhin klube e makina. Nuk është e thënë të jem krejt I vetëm, s'është e thënë të jem as veti ty. Me miq të rastit po më mbushet nata, një vend do gjeku të shoh sy. Kam ftohtë të shoh pranë, mendoj se si. Po bëjmë bulevardin. Ma kapin qik. Edhe pyet mori qik telefonin. Po ti fake I ke këta. Po zhujeta, si janë fake mi zhujeta, mos më shtet komët aty mi Po ku zhujeta. më shtes komët në zogu? Nafton shtëpi shkruaj aty te shtëpia jote, këtu nuk më shtetet koma, këtu më shtetet. Laura për shembull nuk bëri as I lloj dëmi, se Holandezët holandezët nuk I vënë komët sipër gardit. Unë dua ta shoh çik situatën I kënd vështrim çik më larg pamës. Atëre fluturon ajër, si arketi. Jo, fluturon, thash se the fluturon me pras. Jo, fluturon. Jo, ideja ime është sinqerisht. On air, dhe janë në rregull. Ta bëj çik shumë bisedë tash. Vetëm mos ma merrni për tërë. Hollanda, pa dashur fare të kem kështu, e ndjen duket pyetja kjo. Është shumë vend turistik, shumë atraktiv. Nuk e di për sa arsye, po një nga arsyet që unë mund të trashtoj janë turizmi seksual, liria, le të themi, e turizmit seksual dhe liria e të pirit të kanabisit, të marijuanës. Tashti ne në Shqipëri këtu, natyra vetë e rrit dimën, e rrit marijuanën, mos t'i bësh gjë ti ajo mbi në vetë. Mos e rrit ligji. Vetëm duhet ta lësh. Nuk e ligj. Çfarë? Nuk e ligj. Po mirë, këto holandezët kaq butalle janë këto që ata kanë shfrytzuar, ne kemi sorse tjera për të shfrytzuar, burime tjera. Po ndryshon. E di, po, ka ndryshuar. Po pse Europa po imponon këto? Ka ndryshuar. I bët lekët ju, keni 50 vjet që bënin lek me këtë punë, tani merreni me rielit, I shoh me telefona, me fara lulesh, me mthet. Tash, aq pa. Me bëhen lekët I, pastaj merresh me këto. Tash ta hapim dhe ne këtë punë, ta lejmë Lazarati, fabrik e lirë prodhimi, Bregdeti tjetë coffee shop-ën ka fund edhe, po për zotin pra, se unë nuk e di e nisa I qikësi me shaka këtë biset, po ju garantoj që me plera, pa plera, me male apo pa male, nëse ne legalizojmë marijuanën këtu, 60 milion italian, 30 milion italian ti I ke këtu gjysmën e ditë duke pi barë. Thuj po deshe jo, po të ndonë më të garantoj dhe gjysmën e Parisit e ke këtu duke pi barë. Edhe 3 qeretin e Europës. Është e biznisur nga ky lloj turizmi. Është e biznisur. Po, Holanda është e biznisur, prandaj kanë. Ose janë bërë milionerë këto mi motor. Këto kanë kaq vite që durojnë shumë, I kanë bërë një Italianët kam se të vinë vetëm për kanabis, mund të vinë shumë mirë për kazino, që janë të lejuara. Kazino, nuk I dua të kazino. Po mi nuk I do ti, po them që ka dhe një anë tjetër, mos arrit deri tek. Jo, unë du të fitojmë lek me gjëra të bukura. Tashti, Kush të nëse siguron ti legalizoj marijuana, Kush të siguron Asnjë nga këto s'quhet Kush të siguron që marijuana? Kush më siguron? Nuk do përdoret. Eksperjenca personale më siguron që marijuana është. Që nuk do ketë konsum nga vendesi dhe nuk e ke, nuk Po le të pinë se që gjeti se pinë bar. Nuk do të piti atë targetin që ti do. Është bio, goce bio. Kjo është e vërtetë. Medicina është ilaç, kjo. Amati vreca qelizatorisht nuk gjenerohen. Po mirë mos pi për ditë, pi fundjavë. Është qetësues. Çfarë thot bajo? Ose le të pi turisti, ti ruaj qelizat, le ti djegja I turisti me lekë. Po e hangë njëre ke hangur gjithmonë, thotë. Po le ta hashur. O, jo, Pedro. Pedro. Spanjolle bro. Seriozisht e kam çeshi, ai keni splet fare. Po çfarë disiplinë dhe rregull ne jemi popull rrugë i futja aty lejon. Po lejon. të bëjmë rrugë i kia na ka çu këtu O ku ti jemi. bëj rregull, mos prit femën, mos prish natyrën, pastaj po qese rregullin bashkë. Gjithashtu pa rrua. Kemi kaluar. Nuk do gjë. Diell ka sa duash. Do vetëm një çik ta vadisësh edhe të sjell shumë më shumë lekë se ç'mund të sjell çfarë biznes. Personalisht Ne lemi grupi shishen këtu.